Sot do të përgatisim një ëmbëlsirë të thjeshtë dhe super të shijshme. Si fillim do të marrim 3 vezë dhe 1 gotë sheqer. Do t'i rrahim mirë bashkë derisa sheqeri të ketë shkrirë plotësisht dhe masa të jetë dyfishuar. Më pas do të shtojmë 2 lugë qumësht dhe 2 lugë vaj. Do t'i rrahim sërish. Më pas do të marrim 1 gotë e gjysmë miell, 2 lugë kakao dhe 10 gram pluhur pjekës. Është mirë që përbërësit t'i seti më parë. Do t'a rrahim sërish derisa të përftojmë një masë të njëtrajtshme. Do t'a lyhem tavën me vaj. Do t'a pjekim në furrën e parangrohur me 180 gradë për 25 deri në 30 minuta. Ndërkohë që keku piqet, do të përgatisim çokoladën. Për çokoladën do të na duhen 300 ml qumësht, 1 filxhan sheqer, 1 lugë e gjysmë miell, 2 lugë kakao. Do t'i përziejmë të gjitha bashkë dhe do t'i vendosim në temperaturë mesatare. Përziejmë vazhdimisht derisa masa të fillojë të trashet. Dhe më pas do të hedhim rreth 50 gram çokoladë. Unë këtë rast kam përdorur çokoladë me qumësh, por mund të përdorni edhe çokoladë fondente. Në një enë do të rrahim 200 ml pana për ëmbëlsira. Pasi keku është pjekur, do ta lëmë të ftohet dhe më pas do ta shpojmë siç edhe shihet në video. Më pas do t'i hedhim 300 ml qumësht në temperaturë ambienti. Pasi keku ta ketë pirë të gjithë qumshin, do t'i hedhim panën që rrahëm pak më parë. Më pas do t'i hedhim çokoladën e përgatitur. Duhet të kemi kujdes që çokolada të jetë e ftohur plotësisht, pasi nëse është e nxehtë, mund të shkrijë panën që kemi hedhur më poshtë. Ëmbëlsirën do ta lejmë për rreth 1 deri në 2 orë në frigorifer dhe më pas është gati për ta konsumuar. Është një ëmbëlsirë që përgatitet thjesht, del shumë e shijshme, sidomos nëse keni mysafir në shtëpi, kjo ëmbëlsirë do t'ju nderojë. Nëse e provoni, ju bëft mirë, dhe nëse video ka pëlqyer, mos harroni të bëni like, koment dhe të ndani atë me miqtë tuaj. Faleminderit!